Pejgamberi alayhis salam po thot, para mendoni është duke ndodhur kiameti. Mirë po, ju ende jeni gjallë. Ju ende jeni gjallë. Mirë po, në dorën tënde është një fidan. Është një fidan. Nëse ke mundësi këtë fidan me e mbjell, edhe pse toka është duke qaq, atëherë mbjelle, sepse kjo ty do të gjendet. Subhanallah. Ibn Qayyim al-Jauziu kur flet në lidhje me këtë temë, rahimahullah, Allahu më shërof, thot: "An-nufusu ash-sharifa la tarda min al-ashya'i illa bi a'laha." Shpirtat fisnik nuk kënaqen asnjëherë me gjërat të cilat janë të pakta, mirë po ata kënaqen me më të mirën dhe më të lartën, ndërsa gjërat të cilat janë me pavlerë dhe gjërat e ulta, ata i menjanojnë. Të dashur vëllezër besimtarë, ky umet që ne sot po jetojmë nuk do të ngritet në vlerat e saj përderisa të ngriten ambicet tona. Ky umet nuk do të ngritet në vlerat e saj përderisa ne qëllimet tona të kemi të lidhur me xhenetin e Allahut. Ky umet nuk do të ngritet në vlerat e saj përderisa dashuria jon për dituri të shtohet, përderisa dashuria jon për hulumtim, për zbolim, për punë, për përkushtim dhe seriozitet të shtohet. Në moment kur ne kemi dashuri për dituri, për hulumtim, për punë dhe për përkushtim, atëherë do të largohet nga ne përtatësia dhe dembelizmi. Dëgjoni çfarë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "In qamatis sa'a wa bi yadi ahadikum fasila fala yaqum fa in istata'a an la yaquma hatta yaghrisaha falyaf'al." Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse është duke ndodhur kiameti, shikoni vllazni, se si pejgamberi alayhis salam neve po na parafrazon gjërat vetëm që ne ta kuptojmë. Sikurse që është duke ndodhur kiameti, e vëllezër, kur të ndodh kiameti, para mendone toka, qielli, cop janë të thyera, janë të shkatruara çdo sen që ka në të. Pejgamberi alayhis salam po thot, para mendoni është duke ndodhur kiameti. Mirë po, ju ende jeni gjallë. Ju ende jeni gjallë. Mirë po, në dorën tënde është një fidan. Është një fidan. Nëse ke mundësi këtë fidan me e mbjell, edhe pse toka është duke qaq, atëherë mbjelle, sepse kjo ty do të gjendet. Subhanallah. Shikoni se si ky profet jon sallallahu alaihi wasallam neve po na mëson se edhe në momentet e fundit të jetës sonë që ne të veprojmë mirë dhe po na mëson që ne të jemi sa më produktiv. Kështu vëllezër ishin edhe sahabët, ishin edhe shokët e pejgamberit alayhis salam. Omeri radhiyallahu anhu thonte: "Asnjëherë mos i zvogloni ambicjet e juaja, se nuk kam par asnjë njeri që e pengon që të ketë virtytet e larta, vetëm se ai njeri që ka ambicje të ulta."